Është paralajmëruar për javë me radhë që tetori do të jetë muaji kur pritet të fillojë. Bëhet fjalë për Big Brother VIP Kosova. Por gjatë këtyre ditëve doli edhe lajmi që të premten e datës 31 tetor do nis ky rrugtim. Në Zoom ka mësuar edhe disa prej emrave që do të bënë pjesë edicionit të 4 të këtij formati. E nisi me Benita Zena, një vajzë e cila duket se bën një jetë luksoze, të paktën prej postimeve në rrjetet sociale. Një tjetër emër mendohet se do t'jetë Shkurte Haxhiu, një vajzë shkath në debate, që e kemi parë shpesh në ekran, teksa pa ju trembur syri diskuton, me raste dhe me tone të ashpra me gjinin tjetër. Ajo është piktore me profesion e merret me një shoqat për persona me nevoja të veçanta. Emri i tretë që do ju tregojmë është një modele tejet e njohur, që për momentin mbetet mister për shkak se ende nuk ka nënshkruar kontratë me produksionin. Edhe këtë që ka shumë dasuri. E po të shëndrojmë te ky profesion. Këtë herë në këtë edicion do ta kemi një model mashkull nga OnlyFans. Nuk jam të faqa je të bakto, edhe je shumë. Një nga emra që po përflitet andej këtej është dhe këngëtari Beta, që sipas burimeve të në Zoom është konfirmuar si një prej personazheve që pritet të shpërthejë. Sipas tash e thëmëve që po qarkullojnë në rrjet, emri tjetër që përflitet si banore mundshme është ai i Edita Abazit, por që nuk dihet ende sigurt. Për ndryshe me aq sa mund të shohim deri tani, castingu i personazheve do të jetë i larmishëm, pra një mix banorësh. Do të ketë figura të njohura nga muzika, showbizi dhe nga bota e influencerëve. Mbajeni në mend datën, me 31 tetor, stacionohuni në ekran duke shijuar edicionin e ri të Big Brother VIP Kosova.